Miqtë e mi, mirëdita dhe mirë se erdhët në transmetimin tonë të drejt për drejt, si çdo mesditë, do jemi në shoqërinë e emisionit Me Zemër të Hapur, ku ditën e sotme do të rrëfehet në këtë studio një ish mësues nga Shkodra, 50 vjeçar, i cili akuzohet për tentativë vrasje ndaj kolegëve të tij. Është një histori plot trazira në jetën e 50 vjeçarit, për më shumë ai është në studion e emisionit Me Zemër të Hapur dhe do ta rrëfejë në vetë të parë historinë e tij. Ndiqni materialin e përgatitur nga kryeredaktorja e emisionit Me Zemër të Hapur, Anila Akmataj, dhe rikthehemi në transmetim të drejt për drejt, jo vetëm me ish mësuesin, por edhe me të ftuarat e mia. Historia që do të trajtojë ditën e sotme në studion e emisionit Me Zemër të Hapur lidhet me jetën e trazuar dhe plot kthesa të papritura të një ish mësuesi nga Shkodra. Një rrëfim i fortë që ai vetë ka zgjedhur ta ndajë me redaksinë e emisionit, duke zbuluar një realitet të vështirë, të mbushur me dhimbje, padrejtësi dhe peripeci të shumta. Dikur një njeri i përkushtuar ndaj arsimit dhe formimit të brezave të rinj, ai tregon se si jeta e tij mori një drejtim krejt tjetër. Nga një figurë e respektuar në komunitet, u përball me largimin nga puna si mësues, një moment që sipas tij shënoi fillimin e një kalvari vuajtjesh që do ta shoqëronin për vite me radhë. Por vështirësitë nuk ndalen këtu. Në rrëfimin e tij ai flet edhe për akuzat e rënda që rënduan mbi të për një tentativë të dyshuar vrasje, akuza që ai mohon kategorikisht dhe i cilëson si të padrejta. Ndiqni rrëfimin. Rikthehemi në transmetim të drejt për ta prekur më nga afër këtë histori, e teksa ndiqte kronikën e përgatitur nga kryeredaktorja e emisionit Me Zemër të Hapur, nuk e di nëse arriti regjia të kapte dhe emocionet e 50 vjeçarit. Me mua në studio Gent Synaj, përshëndetje, mirë se erdhe. Do doja të dija pse u preke teksa shikoje kronikën e Anilës. Çfarë vure re? Fjalët e Anilës me sa duket të prekën. Një figurë e respektuar në komunitet, tashmë me shumë probleme. Janë bërë disa gjërat pa drejta. Janë bërë disa gjërat pa drejta. Si mund me bojnë dëbe për ime, unë një gabim e më është se nuk e kam ditë se është vepër penale me zbatu ligjin. Mirë, se ti ke tentuar që disa pakënaqësi që kishe nga drejtësia dhe nga institucionet, në mënyrë të drejtë për drejtë akuzoi edhe disa zyrtarë në SPAK dhe menjëherë dalja jote nga SPAK-u të çojë në një akuzë tentativë vrasje ndaj kolegëve. Do të tregojmë vetëm pas pak zoti Genci me mua në studio, sepse është një kalvar i gjatë, një jetë të mbushur me dashurinë për arsimin, sakrifica për të arritur deri tek arsimi, 10 vite në arsim dhe 3 vitet e fundit me shumë problematika, por menjëherë largimi jot nga puna dhe kërkimi i së drejtës pse ndodhi ky largim apo zbulimi i shumë gjërave brenda arsimit, sepse arsimi në Shqipëri, për hir të së vërtetës, ka shumë problematika të cilat janë shfaqur mbas viteve 90, por sidomos edhe mbas viteve 2000, të bën që të kesh edhe një akuzë tjetër, por shiko, unë duar mbaj një portret tëndin. Nga ky Genci që duket në këtë foto, mua më duket që ti je një tjetër Genci sot. Me disa kilogram më pak, apo jo? Shumë, me po fuat e tia diabetes. Më mi ka fik nëns ku jam nisë për të gazin. Unë kam kënë, disë kam kënë shumë mjë në ftyrë. Megjithatë dhe i gjakosur një mësues, kështu është e pa precedent për cilat ne do flasim vetëm pas pak. Me mua në studio Sara Demrozi, avokate, përshëndetje e dashur, mirë se erdhe dhe në krahun tënd. Fabiola Elezaj, sociopsikologja jon, përshëndetje, mirë se erdhe. Pjesë e arsimit shqiptar, sepse ju jeni edhe mësuese ndihmëse në një shkollë publike në Durrës. Dhe për këtë të falenderoj, përveç profesionit social psikologe e jona, ti në fakt do ndalosh edhe tek pjesa e arsimit dhe çfarë ka ndodhur me Gencin. Unë të dyjave ju falenderoj për të gjithë orientimin para prak që i kemi bërë zotit Genci Synaj, sepse ai ishte shumë i ngarkuar, donte të thoshte gjithçka brenda një emisioni në këto minuta që na afron programacioni i televizionit më të madh informativ në vend, në televizionin News 24. Zoti Genci, dua të ndaloj pak me ty. Ju jeni 50 vjeç, i datëlindjes 1976. Në vitin 1994 ti u diplomove
por në bas viteve 2000 ke pasur mundësi që edhe të kryeje disa shtesa në arsimin tënd, përsa i përket një profesionalizmi më të denjë. Megjithatë ti ke punuar 10 vite mësues. Më vite me përfshirë 2020 deri tani. Jo, dakord, por dua të ndaloj pak si e ndjerë ti këto 10 vite në si mësues, si një kuadro i arsimit. Unë me të thonë drejtën, unë e kam fiksim këtë, profesion. Mu me më qua 2 të masanve se pandaj, vetëm e një. Nuk e di se so mund të nësoj, por unë për delkes me thonë se ju e di se njëri duhet blesuat për një rejkë familjarë me suat, por unë jam, se në është adin kjo, profesoresha, si njëhem 500 vite, shkën 490 vite, dhe mënë si shkën përfesi 500 vite, si ka bënë u atomike një është e mënë. Por asi me di 100%, e di me gjithë detaj. Unë e di se ku është, për shemu, se si ka luat mjetët e na. Ne kemë për i fëmija di shka nuk kanë nevojë në me bo bujnë në me qëton shtetin kom. Së të kënë se si është të punosh në arsim, është pyetja ime, si ndjesh ti mes nxënësve, mes kolegëve, mes drejtuesve të tu? Unë me të thonë drejtën, unë e kam shumë pi doptit. Sa i lidur ke qenë me nxënësit? Unë me të thonë drejtën, ku kam kërë studim, vetëm se s'ma mundësi me një punë, se unë kam desh me një dire me ba, edhe një fakultet 2 periodik. Unë e sot me një po liba heq, minimum parte në 7 e marë, po pa i libe me dore. Po pa i ka si libe. Më përqen vetë vlerësimi, por dua të di raportin tënd me nxënësit. Si ka qenë Gjelcet? Unë e raportin me kolegë me nxënësit kam pasa këtë manë e mija. Jo, do të lëmë një anë kolegët, se do flasim pak më vonë për të, por... Jam shumë i saktë, edhe jam shumë... Do doja të ndaloja tek nxënësit, atashimi yt. Jam shumë strikt në nxënësit. Je shumë strikt. Jam i paga bushe. E mban mend ditën tënde të parë të mësimit? E moj me të thonë drejtën në 2011 në një shkollë të zonës shtojt vjetë, kam zëvendësua një mësuese, një në mësuese më të mira. Aja më ka një mu shumë me të thonë drejtën. Ka një mu shumë se unë ishe për e po, dhe ta shë një kohë mësune. Se me dojë për publiku nuk është për të letë. E vërtet. Apo e më gabim? Jo, absolutisht që nuk je gabim, por do doja të dija atashimin tënd, edhe të dalësh përpara nxënësve, ti ke qenë mësues zëvendësues në... Unë nuk ka se kam punu shumë, po e ma, po e iko e ksejo e hera, vetëm mas ma meni për kapital, unë nuk ka se kam punu shumë në asim, po unë e ku dhe më full lasë, unë kam për të ty pa kalu 1 minut, në cilë ndërpim me folë vetë me ditë si fëmija ka hanga ja. Atër, zotë Genci, ti e një mësues autoritar, të lutem, një mësues autoritar, ke vendosur respektin si të nxënësit e tu? Unë jam shumë i dashëm me njësë, më mujnë me në fëmija. Unë, sa do gabime me në bëha fëmija, sa do kjo fëmija vetë mësues e fëmija është, si dalën kajtë ashtu se unë kam e me vumet me sekundën të rezipin. Nxënësit ishin i konsideroje si shokët e tu, apo kishe një marrëdhënie autoritare, respektin ndaj tyre? Unë me të hëndojnë kam pasë respekt dhe më ndaj ty si nuk diskutoj, po o fëmija shumë. Unë kohë si kam fyrë fëmijit. Unë vetë me po leta që kam jadu të jabitjesh testet, Allah si kam la lek vetëm fëmijë me kënë komodë. Jo me bo me fletë. Po në lidhje me prindrit e nxënësve, si ka qenë marrëdhënia juaj? Lidhje me prindrit e nxënësve, ka kanë shumë mirë. Keni pasur ndonjëherë konflikte me ndonjë nxënës? Tash ndoshta me diskutu diçka më shumë me ndoshta kesë. Se kur kam kënë dukazien, unë kam arrit me kom banorëve, unë jam mësuesi i fëmijëve të huaj. Jo ja plan matematik, fizik, ekonomi etik. Mos dalin në një me kon, ju bëhem mësuesi nga gol, për me përdo me duhet në mashtajimit. Edhe me më lek. Unë, vojës të nëse djallit tënë, t'i bajt të lanë. Ti, në që se ke lek me tëjtë, t'i tëjtë. Po mos u rej, pa e në kuna si me bëhë si ka mësuesi. Se, zotë Genci, arrin deri këtu komunikimi një mësuesi me prindrit për të folur për çështje parash në arsimin shqiptar? Ja, unë më ka asisë për shemë një jasë me ne, edhe kam konsumu një kafe me një pëjnë, dhe edhe ku një të ndeme s'kam po një shopëmije, si anë fund test, edhe ka shpo një mëjnë, se kanë nevoj, ku një të ndeme s'kam po një... Ti e nga Shkodra me origin? Unë e me origin për i Wolfet, po shish në atë në kanë adhe në qytet.
Po, që nga viti 1999. Si është të punosh mësues në Dukaqin? Me ta thonë drejtën, Është një zonë shumë fisnike, por edhe me shumë tradita. Arritet të përshtatesh e me ta zotë thonë Genci? drejtën, mu më kanë thonë, mi nën persona që li batje, vetëm fjallën e njëf një të më dhe bazë. I fëmija 18 vjeç. Tonë më kanë bërë gëgëll. Ikë më profesor, kësa atë një është një pajës i njëzit. Unë me ta thonë drejtën, hene po kishte vërshësi me dalë në kape, ku deshe në kape me mishë me vërë. Me dalë aty se më dukte se me kanë të shku të rëpë të mi. Kërkush nuk më ka pyet që i e. Si ishë tonë se jam musliman. Mu nga respektu e jashtë maset. Pse i ka që emocionuar kur flet për ato vite? Ka më stres me të hëndajnë se më boj një zhjën për dajt. Unë sëtë, mos e pas pëjnë, unë jam i pojë si e që i duhet me dalë në vezin. Nuk e di se si po më shefi tash, po minus 6 gradë nuk kam arrit me ne në gradë shkuve. Mu më ka pëlqy si klim. Po mua në një zhjën si që ka në kërkujna. Vjen pa punoj, vjen pa ka mu i vërën s'ma pagë, tjetë e marrin pa ka për i shkuve. Me 2 diploma unë, jam në rëkë marrë. Nësa aty ko punojnë me mua, jam pa diploma parë. Nuk e di e këni një zonë një pesë si ka në Itali. Si u kap shefi polici me 25 vite diplom paso, e jam unë nësë midare. Pse nuk hinë këtu? Atë më të degru të i eshen këtu si s'ka diplom eq. Atëre, le të ndalojmë pak se folëm deri në këto momente me shumë emocion, jo vetëm, të lutem, jo vetëm për profesionin tuaj, por edhe për nxënësit, edhe për prindrit e tyre. Megjithatë, ti thua jam një profesor me 2 diploma, ndërkohë që në shkollën ku ti ishe, që nga drejtoresha si pas teje, sepse unë nuk i di... Drejtoresh kohës. Të lutem, nuk e di në qoftë se janë informacionet të sakta apo jo, por njëkohësisht edhe kolegët e tu kanë qenë të pa diplomuar. Kjo i mbetet tashmë Ministrisë Arsimit, të cilët po na ndjekin drejt për së drejti, mund ta monitorojnë këtë emision dhe mund ta zbardhin në qoftë se janë të vërteta fjalët e tua apo jo, se ne distancohemi nga çdo akuzë që ti po bën ditën e sotme. Mua më duhet historia jote, e Genci Synajt, dhe pse ke ardhur në studion e emisionit me zemër të hapur. Folëm pak me shumë respekt për profesionin tënd dhe njëkohësisht që nga një figurë e respektuar, tashmë ti akuzohesh për tentativë vrasje ndaj kolegëve të tu. Por kjo ka ndodhur më njëherë pas një akuze që ti tentove të çoje një zyrtar në SPAK. Këtë do t'i themi vetëm pas pak. Si u largove nga puna ti? Si mund besën ty ku ti më kene të Të lutem, nuk pyeta për vrasjen. Si u largove nga puna si mësues? Unë u largova nga puna se gjatë vitit përduaj me duhet në mashtajnë dajtuaj si mos banzon se po çojmë këtë vajzën, po çojmë këtë, ku vjen fi i funit. Ku do ta çonin këtë vajzën? Ja, po çojmë X mësues, po çojmë gjimaj. E godisim punën. Po. Po rus. Ku ju e dini kjo zoja si shkolla mesme më në përpara shkollës. Po. Shkollës 9 vjeçare. Tash çdo njeri e ti dën diplomën e vajzës, djalit. Me dohet në 17 muaj, se e muaj me pasi se kam blitë, unë te i kam muaj më tepër për respekt, me dohet në 17 muaj të viti 2021 jam nisë paj në shpi me dalë në Dukaqin. Të nesmen, janë ataku me drejtojnë kanë pi një kape. Në bisedë e sipëm kënë drejtoj, mësus Genci, a mund diskutojmë diçka? Që është këmo peti kam anë më drejtojnë, me diskutuar qatë shkojnë e për men, në shokë. Në bisedë e sipëm, mi bjen telefonit, mi rëtëra se kishim vetëm një makinë se lvishim. Dhe në bisedë e sipëm më drejtojnë. Ti përshë vjetë se janë të dalë njëzit, për i shkojnë me fëmi, ta dojnë diplomat. Dash, fëmija du mu kalu e kanë. Unë nuk jem kuna. Po e mo duhet dokument për më kalu fëmijit. Edhe, si dhe me bo për këtë dokument? Ti, me sen se rëndë të Dukaqin e mos me shku ty të aifa, edhe mi lesë ka kose ja. Edhe mi lekë rruga, edhe i zetë, edhe du me pi kafe rruse, shkon 25.000 lekë të i vetë. Nuk ke nevojt e isë shkajon. Si rëndë qytet edhe marrë në emen tanë. Nuk kanë banua asë 24 orë, sul polici në shpinë. A të ndalojmë pak të zotë Genci, se i gjatë gjithë rrëfimit tënë të shikoj që jene një vështirësi edhe emocionale dhe unë nuk do doja ta thelloja më. Si ka mundësi bënë bisedën pa kaluj 24 orë me policinë. E kuptoj.
Mirë, më duhet të kërkoj edhe një ndihmë nga stafi për sa i përket edhe gjendjes emocionale në të cilën ti ndodhesh. Jam e detyruar të dal në hapësirën e parë publicitare në këto momente, derisa të qetësohet emocionalisht edhe zoti Genc Syrnaj. Nuk është e lehtë të tregosh atë çfarë ka përjetuar ky 50 vjeçar, jo vetëm si figurë e respektuar e një mësuesi, por për mënyrën se si ai është larguar nga puna dhe më pas kanë ardhur dhe akuzat tepër të rënda si tentativa e vrasjes ndaj kolegëve të tij. Publicitet dhe rikthehemi një herë në studio. Rikthehemi në transmetim të drejtë për drejtë, mbas hapësirës së parë publicitare, jemi detyruar të dalim pak më herët për shkak edhe të gjendjes emocionale në të cilën ndodhej 50 vjeçari ish mësuesi Genci Syrnaj. Genci, je mirë në këto momente? Po. Mund ta vijojmë bashkëbisedimin. Jo, e pash u mbushe jo vetëm me lot, por edhe me djersë për shkak të një stresi të madh që po kalon. Unë nuk dua të prek, sepse e pash që në fillim të emisionit fjalët e kryeredaktores të përdorura në kronik të prekën dhe më pas vijoj edhe emocioni. Edhe tashmë, kujdesi im ndaj jush, si i ftuar, të bën të prekesh emocionalisht dhe unë nuk do doja të prekesh. Nuk e di në qoftë se në çdo moment nuk ndjehesh mirë, mund ta ndërpresim transmetimin. Atëherë, Zotë Genci, folëm për 17 majin e 2021-shit. Dua ndaloj pak këtu, sepse këtu filluan edhe problemet e tua. Ja kanë viju qish me 16 mas, me policinë. Çfarë ndodhi me policinë? Pse u përfshi policia? Është e abishme. Pse u përfshi policia në largimin tënd nga puna? Mund të ma thuash pak? Pa ta tregoj. Me dotën, mos e ka bosh atë kohë dhe mas kam kënë një ceremoni motore. Po? Në grutaj. Po? Janë atakuar siç me drejtuarit. Po. Edhe konsumum ka i kafe, për këti kanë dek vëje muet e kanë dek një dëtë e përshja pjesë të familjes një kohë kajtë shkutën. Edhe më bëni bje për shpinon sa ideali mirë. Sa dalim për ceremonisë më duhe, 2 ditë mas shkënëm për dim policinë. I ka më shkume për i mojnë men, me dojnë 9 mas. Po çfarë ndodhi në ceremoninë që sa po dole nga ceremonia? Shkume se cilin punë vete, këtan. Të lutem, Genci, çfarë ndodhi? Ja, u taku me rasisht më hanë. Po, çfarë ndodhi aty pra, kur u taku të rastësisht? Kimi kape, dhe mu betu si e djali mirë e këneja neja, këpëtan. Djali mirë për çfarë? Dhe pse duhet vinte policia? Ja, nojt atje mrapa. 2 ditë mrapa, kë kishtë lejmu në polici, kur me do të 9 mas, në orën 17:59 minuta, nuk kam leju, pasi se kam qenë në orën, me do të 9 mas, dhe viti 2021, në orën 17:59 minuta, si kja është 100% e vëdetume, me mikroja telefonit ishë operativi zonë së kolkëruni. Alo, përshëndetje. Të lutem, kemi bërë këtë pakt që mua më duhet funksioni i njerëzve, zoti Genc, dhe jo emrat e tyre. Pa, fatë. Jo, nuk ka asë një problem, por mos më kalo tek oficeri i policisë së zonës. Tani, se po i kalon me hapa shumë shpejt edhe të lutem, për ta kuptuar unë. Ti thua që në Gru të Re, ti kishe vajtur, të lutem, për një ceremoni mortore, aty takon drejtorin e shkollës, pini kafe, dhe në diskutim, a i pas ka thënë që ti Genc si edhe një djali mirë. A ndodhi diçka në këtë kafe të konsumuar? Ja, asizjon, po mëse një mësë në 2 ide dhe ku mua në telefon mua, për i policijet, ka një dënësim dhe i tjetë. Unë, po që dënësimit më, që ka një mësuesi nuk e jojë. Po ti mësuesi i e ku në rape, ka mund dokumenta i kishën gjepun, po ta kohë në konsumuam ka i kape, ka mund një policisë. Po si ka me kënë unë mësues, i pa një orë kur këj vetë më ka prezentu me mësuesa. Dhe i dojmë ka prezentu vetë me mësuesa. Ati unë me në shkodë, me data në masë, me 6 më ati në policia. Sa ko kishe që punojë në këtë shkollë, më Genci? 3-4 muaj, ma. 3-4 muaj? Dhe mbas 3-4 muajsh? Në fjo minuta. Jo, mbas 3-4 muajsh kujtohen që aty ka mbritur një mësues i ri. Po. Ndërkohë kur edhe pak ditë. Mësuesi i pa njohur. Edhe i pa njohur. Ndërkohë që ti vetë kishe konsumuar kafe në Gru të Re dhe me drejtorin e shkollës. Po mësues aty më. Emërimi nga e morë, Genci? Nga të dyja se mua. Po si shkoj unë atje pa njohur. Unë përshë vi shkoj në parlament, si është paga mua mirë. A bëjmë gabim. Jo, dakor, e kuptoj këtë ironinë tënde. Ja, se ka me janë Ti fitove konkursin në portal, apo jo? Kanë shku një shtarë, po e kanë refuzu të anë atje. Kur refuzon të e vetë, kur refuzojmë në të e, me ti, dhe më kanë fitu smetë.
E shumë e çuditshme kjo që po ndodh, ti je mësuesi i emëruar, ke dalë nga konkursi në portal. Më ka drejtuar, më ka prezentuar tash dhe me policinë ka mësuesi se njohim. Kjo është Kjo ishte përgjigja që ti përdore ndaj personit që ju telefonoi? Jo, i kash në takuar, i kash më ka prezentuar vetë, po nuk ka mësuesi delkuna. Edhe me pyet, me shkruaj të drejtori e policisë i habites, nuk ka punues policisë, nuk e din problemin dhe. Po nuk flasin se jo rrezikohet puna aty. Nuk ka punues policisë se din problemin tem. Mua më ka ndonjë qaf. Ta bëna një shembull pak sekonda. Unë jam drejtori shkollë. Ty të moj me rrena, policia ka drejt më me mua, jam në ty. Çfarë dëm policia me mësuesa? Jo, mua... Ku mësuesi në rregull, ku mësuesi në Genci, mua nuk më duket normale kjo gjë e rrëfyer kështu nga ty, unë nuk e di a ka ndodhur kështu apo jo, sepse tek e fundit drejtori i shkollës duhet kishte lajmëruar e prorët e tij. Jo, pse mund më në shkollë po letër, mos moj më po letër. Me një vetë të shkollë këtë zoën unë nuk e moj mi dytit. O ja pletën nëse i kam aqmi zonë pozicion. Ti dokumentin e emërimit tënd e ke aty? Kush? Unë kam dokumente si nuk i ka drejtoria simore. Edhe ti habitesh me vondi të gua. Pra, drejtoria arsimore të ka dhënë, të lutem, Genci, drejtoria arsimore të ka dhënë letrën e emërimit? Po si s'muan letrën? Atë letër e ke ti? Atë letër e ke dorëzuar ti në drejtorinë e shkollës? Unë kam shkruar me dorëzua letrën, edhe më ka thënë mua, jo ka se na i bjevin. Po çka më kam unë? Ata njerëz do lek, nuk do letra. Ja kam lënë letrën, ja kam mi ka ke kopje, ja kam unë kopje, ku më me pa kene letrë, jo i ka hup se mua dhe veshën pa i vat, tash puna e si kam siguruar. Mua dhe si këta, tash më shojnë letrë mua me vult një optë se më për vete. Po mirë, ndërkohë që punojësi policisë të telefonon, të nesërmen, ti vajte në shkollë? Nuk kam kënë dukazinë, ma. Se s'mu që mu, se ishte detyrueshme mu në punjo, po nuk ishe mundësi financiare. Të lutem, e kuptoj. Vijove mësimdhënien? Doli informacioni rëmë. Të lutem, kontaktove me drejtorin e shkollës që ti thoje? Mas jove, me 16 kanë policia nuk azi. Të lutem, komunikove me drejtorin e shkollës dhe çfarë të tha ai për këtë telefonat policisë? Aja më verifiku telefonat, ka dalë në rëmë. Pra, ishte një telefonat që ta kishte bërë kush? E kishte bërë, drejtu e kishte pa din polici. Po pse telefonat e rem? Telefonat, pra, ishte drejtori i shkollës që kishte gënjur policin? Po atje dhe se më ka që vetë, më ka prezentu vetë. Si prezentoj vetë, ty me diken e atje ka pun tja zhjana. Nuk e di, nuk kam bërë bise për një polici në klasë. Po mirë, në qofë se ti thua që drejtori ka bërë një telefonat të gënjeshtër në polici, askush nuk është marrë me drejtorin në shkollës? Më vonë u morën me ty, dhe ti sot nuk e pjesë arsimit shqiptar. Po me mua fjoj unë një ka unë fetore. Kjo është shumë e unë. Qëfar lidhje ka ana fetare jote? Me një mësues. Pse, qëfar problemi kishte besimir? Se kishim të pajzonet e një moshenet. Unë me përbër gabim vetë kishe e më bërë. Jam mënu me mëzohë më të kanë dojtë me s'kam pojnë. Që më bërë të vetëm me mjekë po i shkojtë kanë më bërë një skenim. A mund të pasjarosh pak të çështjen e besimit? Pra, ishte një zonë me besim tjetër dhe ti i përket... E dishin tonë se jam Po qarë lidhje ka shkolla këtu dhe drejtuesit e shkollës? Apo banorët e komunitetit? Jo, banorët më kanë respektuar shumë. Jo, të kanë respektuar, por çfarë lidhje... Genci, çfarë lidhje ka besimi? E përdojnë si është e gabume. Ku shkolla është laike? Është e gabume, jam dakord, më është e gabume si përdojnë në kodë punës. A ndjen ti kështu apo dikush... Jo, unë i kam me prova të në ma. Ku i ke me prova? Qëfar prova shke në lidhje me besimin? Mie kam këtë, si kam ma me sëkoll shove, e kam këto... Të lutem pa përmëndur emra se kërkove falje pak më parë. Kush është personin që ti i përmënd emrin? Ka përfunua, ka në ro, ka përfunua punën në gjykatë. Të lutem, kush është personin që ti i përmënd emrin, Genci? Tash? Po. Gjyshtari. Gjyshtari. Sëkoll shove. Kam kënë gjys, e kam zhjeve për ure, nga aftësia ime, nga dhësia ime, kam për një pyetje. Do me thënë ti ka përceve pikërish nga drejtori i shkollës, nga besimi fetar, ka përceve me një herë tek gjyshtari dhe ne nuk kemi shkuar akoma tek procesi gjyqësor. Prandaj, këto ka përcimet kështu, duke përmendur edhe emra, mos përfito. Më ndonë më të se je futë të mënë të dota nënë të policisë, kjo është më rëndësishme. Po është rëndësishme, por nuk po ma shpigon dhe ne nuk po e kuptojmë, imagjino edhe teleshikuesi. Po. Njën verifikua ka do dënësim i rëmë. Po. Me do të nësë shpojët mas, ka në policinë nuk azinë. Po. Të të mësusat e i kanë vërë po më shefen. Pse u fshehan? Edhe një mësuse... Se ti sot akuzohesh për tentativë vrasje të kolegëve të tu. Një mësuse foli, nuk ka është nuk për e menë, një mësuse ka, ku po shkoni? Del një foli për e policisë për mësusin. Mone,
Unë atë në malë, u pa e ka si shenë fëmija, unë në të qarit, asë i fëmija, thu. Vjen policia, full në zyë dojtojt, full në zyë dojtojt, ku dojtojt, qanë shkjo leti kam dojtojt, e më mësua se me 25 shkut, qanë shkjo leti kam dojtojt, se këtë në gjamë, ku unë jam këtu mësua se vësë më ke punë gjeni. E ka më me 25 shkut, mësua se ka vazhdo 2 javë me apa, mësim. Dakord. Atër, Genci, si ka qenë marrëdhënia juaj me kolegët? Mund të ma shpjegosh? Ka kanë shumë e mjënë. Askush në plekë unë e mire. Po si ka mundësi që ato u larguar në momentin që vjen policia? Se ti thua nuk flet askush keq për mua. Për mua më vjen mirë kjo gjë. Ja, nuk, unë si kam pas marrë në kesë, asa ta me mua. Po si ka mundësi? Që ata largohen në momentin që vjen policia? Janë punë e për umë aty, një është i ka mua se të është i dinë se... Po justifikon? Janë disa gjana si... Njëzit i bojnë... Pra ata mbajnë vendin e punës në presionin e drejtuesit? Unë jam i vetëmi njëri, unë jam i vetëmi mësusën shkote se ku futëm të zyja dajtojt, që dojt dajtojt, unë futëm vetëm për vejtë vekim dhe dokumentacion, së futëm për civilisën. Nuk përdojnë civil. Absolutisht ja. Mirë, do më thuash pak pse u largove ti nga puna? Kush ishte motivacioni? Nësua se ke mundësi këtë datën 6 maj sekonore, një diçka jo më apë me polisi, me datën taj jo vetë mas, mi ka da një njëri jemi në polisi, ka kanë hape kamen, nuk më në hape, se në është veve penale, nuk lejo, kam kanë notë nësimi. Bo buja atje në polisi. I kishtë të ndënë zanës. Ku e bëjtë që të kanë lo? Që më kanë lo, më jam nuk e nësimin, më. Ku e pëmija, që është më përse, edhe shikën e i kanë. Dëjdojë në tani, ja këtë futit të përdojë në i godë, a ki bo buja atje në polisi me bëjtë, që të kanë lo, më. Nuk më kanë lo, që hape kamen, nuk mund me hape kamen, se nuk lejo, se është, nuk lejo me hape kamen, po në telefon më në flasin. Nuk bënë se s'mund me hapun ka me pa pit në polisi që se s'lejo, se është me lize. Nësa telefonat, ku është i fje me zenda e hape, të këpëta. Të lejohet, të këpëta. Vazhdojmë. Momentin, ku Elizeu në t'i kënë këtë njëndën, i bënë zanë t'i operativin e men. O shok i këtë, po janë në mësimin, ati e bëditja ajo oficiri me të johet e një masë. Mësë ka bosha, kam pas 2 orë të parë, ka kënua 9-20, kam pas 2 orë të parë me klasën e të muatë. Me klasën e të muatë, 2 fëmi, vazë e gjallë, e shikoj atë fëmi, i shkullin letë gati. E bëdet e oficiri këtë, a disi janë puna i këtë, një tëmë, ne me, a disi janë puna ka. Unë nuk shkoj ma ka me ra një tënë, vajjem për ta kam sopë. I këtë vajtem, nuk shkoj ma i këtë finali, këtë me ra në sopë, këtë vajtem, se i vajt me nga këtë zdajtuajt. Shumë e ranë kjo. Me të guhet jetën se shaka në me datën 6 majt t'i abitish. Me 6 majt shkojmë zyje të itojt, zbatusi i kësoj grupit ka kënë një oficer polici, me bo me diti që ka në me 6 majt t'i abitish. Me datën 6 majt, me datën 7 majt, une hi vetë në dojtoj jesi mu dhe me në kohë rëko si asma me një se ka njëri nësi me hepa një atë në shkojtë e zë ma fjallë edhe, me hi me bo që kam banë. Kam hi onë në zyë për i vatë, e kam shkuar, kam shmëtu komplet e më një mësueses. Ku dhe vjen fje punë me të jojët e një masë, më kodë kjo operativi, shikoj që më kanë dajtojë. Pse s'ma gajë me do të në 6 majtë e këmë. E dim që më kanë njëzë. Polisi, me do të në 6 majtë, me 7 majtë unë i kam njëzë videonën. Dajtojë dëbit, ishtë dajtojë dëbit, e dajtojë shkosë. I kam njësë videon vjetë, ta ka te i ka në shua emnin. Në të të në dokumentet e ke Silvana Shkomi si nuk egzistën, as të rezistet e FD-hove. Më shmëndimi tëm e kam në shua. Të lutëm, zotë Genci, edhe njërë përmëndja e emrave nuk është e pranueshme në këtë emision, sepse nuk na interesojnë këto emra, na intereson kronologia e gjithë shkaje që ti po të regonë në këtë studio, edhe pse për hirë të së vërtetës duhet të regonë transparente për një publik që në ndikë 26 vite, është i pak kuptueshëm, pak nga ana ime, nuk e di në qofë se edhe tëftuarat arritën të kuptonin këtë incidentin e fundit, sepse nga 17 apo 14 maj më kalove në shkurt edhe në mars, gjithsesi, ti nuk je më pjese e arsimit dhe edhe njëherë, ke vajtur në gjyq, përmend edhe emrin e gjyqtarit, në gjyq besoj se ke shkuar për largimin e padrejt nga puna. Ja, kam shkuar se në ka nuk i konflikti, shkoj punë dhe në gjyq se që i vetaj polisi. Ti thua që kam pasur një marrëdhënie shumë të mirë me kolegët, por ndërkohë ti je akuzuar për tentativë vrasje ndaj tyre. Këtë e ka bënë dajtoj shkos, ishtë dajtoj.
Janë habite mësueset kur kam marrë, se kam marrë telefon të tanë, direkt. Shiko, unë e kuptoj që ti je ngarkuar emocionalisht. Ndalojmë pak, ti se ke ndërtuar asnjëherë jetën tënde për të krijuar një familje tënde, për të pasur një bashorte apo trashëgimtar, por ke pjesëtarët e tjerë të familjes. Nuk e di prindër apo motra dhe vëllezër, do doja të dija, familja jote si e ka përjetuar gjithë këtë moment. Me të thonë drejtën, që ka shkuja atë ku o ba shumë problem serios, në këtë s'kam ba në kesë, unë e kam kryu shkuën. Genci, po të pyes për familjen. Po për familjen është shumë e anë me të thonë drejtën kjo. Ti me kë jeton? Unë jetoj me babën e me nanën. Me prindrit. Ke motra dhe vëllezër? Janë të matuar. Janë të martuar, po ke? Po. Besoj se të përfshirë duke jetuar drejt për drejt me ta, kanë qenë prindrit e tua, apo jo? Po, me të jam vetë. Si e kanë përjetuar atë gjithë të problematik që ti ke? Me të thonë drejtën shumë e anë, si dhe mos ku më kanë okë incidentin, të e mujë më kanë nejë nanët e këjetë. Kishe pasoja shumë të anë. Kishe pasoja shumë të rënda. Ke marrë ndihmë profesionale? Kam marrë ndihmë sa kam arri me shku më nëzjojën e njëse të i pati më bëmë matjet. E unë i di me detore, çdo detore di se si jam në kamet. Kamet kam ne 4 minuta në asfalt. Ka atë fit. Ka shkuton e zjak. Kam arri jam pështirat, kes. Pse je në këtë gjendje këtu? Kushto ka ta ndisur kështu? Ato anë nësh 2 pështira e kes me zjak sa kam shku në njëse. Çfarë ka ndodhur pra? Ka një ish punës policijet. Pra, je konfliktuar me këtë punonjës policie. Emrin e të cilit ti e ke çuar dhe në SPAK? Ja, kam qenë, kena përfunu në gjykat në shkollë. Fillimisht, pse ke shkuar në SPAK? Për të paditur kë në SPAK? Në SPAK e kam qenë me 2 sekondë se kam dhe me rihap një çështje penale, se jam mërë pa hapë. Që i përkiste kujt dhe pse je përfshirë ti në këtë çështje penale? Unë kam pa kazim penal për tanë. Për që më çështje penale. Lidhet me këtë plagosjen tënde këtu? Ja, kjo ka ndodhur më apa. E kam pa kazim penal me datën 14/5 2021 ka kanë ditë shnune. Rreth 5 orë, pa hangër. Edhe ka ndodhur një zon. U pranua kërkesa jote në SPAK? U pranua, po ndodhur një zon si nuk du menova asnjëherë. Pra, ti bën kërkesë në SPAK dhe sa po rikthehesh në Shkodër të ndodh incidenti? Incidentin publiku hapitën tonë ku më kërcënoi me vdekje një oficer policie. Shumë e rëndë kjo. Ty jo e X-person. Shumë e rëndë se sot ajo se kërcënoi. Nuk dim ku më mërët. Po tentativën e vrasjes ndaj kolegëve? Si mund të ma shpjegosh? Tentativë e vrasjes ka qenë në momentin 2004 si kam bërë në ankesë për me hap çështjen atje më apo kohë ja. Pse si për para? Si ka mundësi si në përfunojmë gjithë në Shkodër me gjyqëtorin, a mund me anë se s'ka në zonë? Jo, nuk ka nevojë. Po, gjyqë civil, kur në gjyqë, mbatë po e këtë, zotë gjyqëtor, po nuk është gjyqë civil tentativa vrasjes, është gjyqë penal. Ja, kjo tentativa vrasjes ka luar tash. Tash pa i vitit. Fillim i shku, këna pas gjyqin civil, gjyqin mbatë po e drejtori ka kënë. Gjyqi civil për çfarë është? Gjyqi civil ka kënë firësor për pagat. Se kam fituar në gjyqin civil. Do ma thënë, largimi pa drejt nga puna dhe marrja dëm shpërblimit, apo jo? Ky ka qenë gjyqi civil. Në gjyqin më të po, se ushtu për mëjes dokumentacionit. Se drejtuhet... A e fitove këtë gjyq civil, apo jo, Genci? Pa tjetën. E fitove? I more pagat? Ja, pagat... Dëm shpërblimin e more? Nuk mere po do vendimi. A ka dalë ky vendim, apo jo? Se ti thua e fitova? Ja, vendimi më së ka bërë shtë del... Shkonë zjarë një 2 vjetë më së ka bërë. Jo, kjo nuk është e vërtet. Vendimi merret në sallën e gjyqit, në seancën e fundit, dhe nuk zjat 2 vjetë, Genci. Unë shukam një zërë. Jo, nuk është kështu. Nuk është shumë. Jo, po bënë mirë si po ma ta i bënë. Jo, nuk është se po bëj mirë unë, por ti e përfaqësuar me ndonjë avokat në këtë gjyq civil? E kam pas një avokat. E ke pasur një avokat? E kam pas një avokat. Dhe nuk ta ka sqaruar këtë gjë? A mbaroi procesi gjyqësor, a fitove? Kam pas avokat e kam pas konsilencë me tjetër. A i fitove këtë gjyq? Me 10 të to ka kënë dita funit. E a meu ato. Si me 10 kam dëzuar letën e rrugërisë bankare si për me verifiku gjyqësori, për me di se a ka pas vizë rrugërisë për periudhën 2020-2021, në kohën se kam kënë... Aktualisht në çfarë procesi gjyqësor je? Në tentativën e vrasjes, si po mbyllet ndaj kolegëve, që ti e përjashton se ka ndodhur? Tash, unë kjo, momentin si ka marrë këtë dokumentin, unë i ka marrë në telefon, kanë si e shtanë, në suset. Se ke pas me vetëm këtë një anë e ormen. Se ke qenë i armatosur si pas hetimeve, si pas policisë? Ky mësuesi ma kanë dojë se ke pas me vetëm, dhe më thonë si, ti vetëm hap gjyqin.
E s'ke nevojë, ti njerë në kjetë tonë gjysë, e ka bënë drejtori këtë punë. Se drejtori le të harush me gjysori në Shkodër. Pra, kush ishte akuza? Akuza si të Çfarë ka ndodhur? Pra na shpjego këtë skenar që sipas teje ka ngritur drejtori. Po. Pra, ti ke vajtur tentativë vrasje, di çfarë do të thotë? Që ti ke tentuar ti vrasësh kolegët e tu. Po. Pra, ke qenë i armatosur, çfarë ka ndodhur? Genci, çfarë ka ndodhur sipas skenarit të drejtorit, të lutem. Po, sipas menimit të mësikohet letër, unë kam bërë ankesë, se s'po kam pas ankesë kohë. Të lutem, çfarë skenari ka ngritur sipas teje ish drejtori? Sipas Pse mirë. është quajtur tentativë vrasje? A ke qenë i armatosur? Po ta tregojmë skenarin. Po, ma thuaj pak, lutem. Të tash e kam pasë e kam uja ime, unë nuk të hikum. Të shëmo, të shkone qisen se jesë atjeda. Unë e janë mënua. Kush ishte kjo sajes, pra? Unë dua sajesën. Këta tash e kanë pasë, unë du me si kësaj punë të shkoj dhe në punë. Tash ta fillojnë e shpikun gjanë atjeda. Po, kush ishte kjo shpikje? Shpike Që ti ke qënë, sikur, qëfar? Si mësuesi, ka të du me mbërë mua, ka të du me mbërë filonin, e një ndërëtërisim, ku në mërë, kam në di për di me ndërëtërisim. Si rrinë tonë ku në bosh, e drejtori shënë e sërën, ka të me mbërë filonin. Ku në tonë ku në bosh. Po ku keni tentuar të avrisë njëri tjetër, ti dhe kolegu jytë, brënda ambienteve të shkollës apo jashtë? E ka boj një fjallë një shpike, s'kam pas s'kam klik me kënë. Ke qënë në një herë i armatosur? Absolutisht ja. Me këtë person, si ke shkuar me këtë kolegë të ndin? A i ka qënë i armatosur, keni pas në njërë konflikt? Unë mos me pa njohë drejtorin si që do në gazim, vete kam njohë të rëpër para. Genci, unë po flasë jo për drejtorin, po flasë për kolegon. I ka putë tonë kolekt. Si kam dhe mi bëma, të tonë shkos mesme. Edhe në nënveqoa, një grua se ka putë, se ka pas për një. Janë shumë grua mire, s'pe e venin. Ashtë e heko dhe, shumë e mire. Ati ku do t'ja për shemra, ati ku s'do t'ja për shemra. Dhe kjo është e pa drejtë, nuk po të regojemi të drejtë në këtë studio. Gjithsesi, ne nuk e duam emrin e kolegës tënde, por të lutem të jemi të mirë kuptueshëm, siç nuk do t'i japësh emrin zonjës, të mos japim edhe emra të tjerë. Po të vashim të handaj dhe më po. Okej, mirë Genci, unë nuk kam... Unë nuk gënjej. Jo, nuk e kam ke gënjeshtrat edhe gjithë Unë e besim e dokumentacionin. kam pikën më të podat, pikën më të drupt. Okej, jam pak e paqartë, dua të ta them duke të parë në sy, por besoj se kur jam unë e paqartë në këtë studio, besoj se edhe teleshikuesi besnik i këtij emisioni në 26 vite nuk ka kuptuar pothuajse asgjë. Megjithatë, ti ke pasur një konsult paraprake përpara se të hynim transmetimin e sotëm, edhe nga avokatja, por edhe nga Fabiola, sociopsikologja jon. Nuk e kuptoja shumë se jesën. Dhe ndoshta ato të dyja mund të asjarojnë publikun edhe duke komentuar, ndjekim hapësirën e dytë publicitare dhe rikthehemi një në studio. Rikthehemi në transmetim të drejtë për drejtë mbas hapësirës së dytë dhe të fundit publicitare, siç e shikoni edhe nga plani i regjisë, jemi duke diskutuar si gjithmonë gjatë hapësirave publicitare dhe me panelistët, aq më tepër në një emision ku emocioni ka mbytur 50 vjeçarin Genci Synaj, i cili ka folur jo vetëm për largimin e tij nga puna, por njëkohësisht edhe për tentativë vrasje ndaj kolegëve. Po fliste avokatja Sara Demrozi në lidhje që u zbardh, a kemi të bëjmë pikërisht me tentativë vrasje ndaj kolegëve apo me disa incidente që kanë ndodhur në shkollë, do t'ja jap fjalën vetëm pas pak, dua të zbardh diçka në lidhje me procesin mësimor. Genci, tregove pak më përpara sepse gjatë kësaj hapësire publicitare kemi folur edhe me sociopsikologen, me Fabiolën tonë, e cila e njeh shumë mirë rastin sepse është edhe pjesë e arsimit, siç e thash, për të mos e përsëritur dhe për të mos e lodhur teleshikuesin, përmende besimin fetar. Ndërkohë që Sara foli dhe zbardhëm jo tentativën e vrasjes ndaj kolegëve, por disa incidente që kanë ndodhur gjatë procesit mësimor. Këto incidente gjatë procesit mësimor, më dëgjoj me vëmendje, kanë ndodhur për shkak të ndonjë propagande fetare që ti ke bërë në atë zonë edhe gjatë procesit? Unë nuk kam bërë asnjë incident, po i ka sërju vetë se ka përdor mënyrë se si me nxorr mua me mirë për shkollat. Për me shi vend në punës. Çfarë lëndje jepje ti në këtë shkollë? Matematikë, ekonomi, etikë. E kuptoj. Kam shumë rregull. Dhe nuk e përdor asnjë propagandë fetare? Absolutisht ja. Absolutisht ja. Po çfarë lidhje kishte feja në një shkollë laike, edhe pse komuniteti ndodhej në një besim ndryshe nga ty?
Çfarë ka ndodhur? Ana fetare është përdoren me datën 20 maj. Të lutem, nuk më duhet ana fetare apo nuk më duhen datat. Se datat i ka përcjeve në pjesën e dytë nga maji më shkove në shkurt edhe në mars. Të lutem, të përqendrohemi pak këtu, po ta bëj pyetje në mënyrë të drejtë për drejtë. Pse kam përfshirë fen tënde të ndryshme nga feja e komunitetit të zonës ku ndodhej shkolla? Është përfshirë në një rast kur mua kanë me më shësnua si po pim kafe, momentet i ullën për makinë për më pi kafe, më në sigurisë makinë edhe më një punës policia o më skrivi. Nga familje, nga anë fetare, ti misiman, kjo ato me polisi. Genci, ti e ke përdorë këto propagandë fetare tënde gjatë procesit mësimor? Po i të zëtë. Më thej që gjatë procesit mësimor nuk ka ndodhur edhe incidente? A zbojt fjallë. Zbëhet fjalë? Zbojt fjallë për këta. Atere, bëhet apo nuk bëhet fjalë? Absolutisht ja. Unë kam një vendim gjykate aty, të cilën e ka lexuar dhe e ka qartësuar avokatja Sara Demrozi. Sara, çfarë ka ndodhur? Absolutisht ja. Faleminderit Evis, nuk kemi një vendim, kemi prapësimet. Zotëria ka ngritur një padi administrative në gjykatën administrative, ku ka paditur konkretisht shkollën e mesme ku ka punuar, zyrën vendore të arsimit edhe drejtorinë arsimore Lezhë. Duke qenë se ky i ka paditur me pretendimin se për 7.5 muaj ky nuk ka marrë pagën dhe ka vazhduar të punojë në këtë shkollë kur nuk i është rinovuar kontrata pa afat. Çfarë ka ndodhur? Janë bërë shpalljet për vendet vakante, zotëria ka aplikuar. Duke qenë se zotëria ka profilin në fizik dhe jo në matematik dhe shkolla kërkonte profil në matematik, nuk i bënin dot kontrat pa afat, por përafërsisht mund t'i bënin kontrat me afat në profilin fizik dhe të mbulonte dhe lëndën e matematikës edhe kimikë. Të lutem Genci, po Sara mund të vjosh. Zotëria nuk ka pranuar të firmosi kontratën pa afat sipas dokumentacioneve, kontratën me afat sipas dokumentacioneve, duke qenë se nuk e ka firmosur, janë bërë shpalljet përsëri dhe ka kandiduar dikush tjetër dhe është punësuar konkretisht një zonjë që ka aplikuar. Qartë. Një sekundë se Genci, të lutem, mund ta lëmë në bazë të dokumentave të flasë avokatja? Të lutem, siç të di, ajo nuk të ndërprehu asnjëherë, të lutem. Je emëruar një herë kur ka ardhur rikandidimi, ti ke rikandiduar, të kanë dhënë mundësi në një kontrat me afat, ti nuk e ke pranuar. Po nuk e pranuar atëherë. Shiko ku është ngërçi zotërisë. Unë nuk kam shkuar, unë kam shkuar për Genci, të lutem. Zonja Nevis edhe të tjerë, shiko ku është ngërçi. Duke qenë se zotëria ka profilin në fizik dhe jo matematik. Diplomën e ka matematik. Të lutem Genci. Pa kam dokumente. Do më detyrosh të ul mikrofonin dhe më pas të nxjerr nga studio. Sipas profilit të shkollës dhe sipas portalit, zotëria është në profilin matematik. Pastaj në qoftë se janë gabim dokumentat, do merresh me dokumentat. Shiko ku ka ndodhur problemi. Problemi është që zotëria ka vazhduar të punojë 7.5 muaj. Pra, do shkolla e ka pranuar këtë praktikën e heshtur që zotëria ka punuar pa kontratë edhe nuk është paguar. Prandaj, edhe pse nuk e ka firmosur kontratën me afat, shkolla ka vazhduar. Prandaj ndodhen në gjykim dhe prandaj mund të ngrihen pretendimet, sepse mos të kishte firmosur dhe s'ka vazhduar të mësoj të japi mësim në atë shkollë, atëherë nuk do kishte pretendim për ngritje padije. Por duke qenë se zotëria ka vazhduar të punojë edhe shkolla do e ka pranuar në mënyrë të shkolla këtë gjë. Atë nuk e dim. Se tani, nëse zotëria nuk ka firmosur një kontratë dhe vazhdon punën e tij, dhe e lejon nga shkolla, faji këtu nuk është i zotërisë, është i shkollës. Dhe jo mbas 3 muaj të kujtohet shkolla dhe të thotë që ky mësues bën procese mësimore i palejuar nga ne. Absolutisht, dhe prandaj zotëria ndodhet kaq i hidhëruar. Unë nuk e vë në dyshim që nuk e ka kuptuar pse sipas tij padrejtisht i është penguar mundësia për të pasur një kontratë pa afat. Ligjërisht sipas pretendimeve të shkollës, sepse unë nuk kam këtu përpara padinë e zotërisë dhe dokumentacionin e plot të tij, kam vetëm prapësimet. Pse gjitha ajo dosja aty nuk të më njaftonte Sara për të kuptuar se çfarë po ndodh? Janë disa shkresa që nuk janë relevante. Unë mundua padinë pra konkretisht çfarë është kërkuar në gjykatë. Tani ndodhemi në këtë fazë. Kjo ka qenë ngërçi për largimin nga puna që zotëria e tregonte sipas versionit të tij, ndërsa në atë padi tani ku ndodh akuza për vrasje? Po, mund të lexojmë pak. Kemi akuzë tentativë vrasje? Nuk kemi tentativë vrasje, kemi një shkresë nga shkolla e mesme të datës 18 gusht 2021. Edhe kjo përbën dosjen gjyqësore të prapësimeve që është paraqitur pranë gjykatës administrative.
Ndër këto dokumentat është kjo shkresë informacion sqaruese të përsëritur, ku shkolla i është drejtuar DRAP Lezhë dhe ZVA Shkodër, edhe ka sqaruar që sipas tyre, pastaj këto janë gjitha për të vërtetuar, zotëria ka patur një sjellje problematike me kolegët e tij edhe me drejtorin e shkollës, ku konkretisht për drejtorin e shkollës, që nuk po ja them emrin, ka thënë, ka shkruar më sakt mesazhe se do të vras dhe do të jemi të pabesë. Kjo është sipas tyre. Normalisht nuk i kanë këtu nuk janë bashkangjitur mesazhet, kështu që nuk e dim a janë të vërtetueshme apo jo, me informacionin që kemi për momentin. Pra duke qenë se unë nuk i kam këtu konkretisht edhe nuk mund të akuzoj zotrin që e ka shkruar apo se ka shkruar, kjo normalisht i mbetet organeve kompetente. Ma je pak mesazhet që ti... Zotria ka bërë një kërkesë me shkrim dhe i është drejtuar institucioneve duke sqaruar pozicionin e tij para se të ngrente padia. Kam kënë me po kontratën. Çështja është akoma në gjykim, sepse prapësimet janë të vitit 2024, nuk shoh asnjë vendim përfundimtar, kështu që gjyqtari akoma nuk është shprehur. Shiko, ish drejtori për cilën ti citove në një korrespondencë ka thënë: unë aktualisht nuk jam drejtori i shkollës, jam ish drejtori i kësaj shkolle, nuk po e përmend emrin për shkak të etikës. Gent Sylaj nuk ka lidhur kontratë dhe ka ardhur në punë vetë pa pagesë. Ai ka pranuar të punojë duke mos sjell dhe firmosur kontratë. Ai ka ndenjur me zor. Po si mund të lejohet futet Nuk lejohet kjo. Atëherë në qoftë se ato e lejojnë shkolla ka një rojë apo jo? Prandaj po them, në qoftë se ato e kanë lejuar, duke e ditë shumë mirë që këtij personi nuk i lejohet, nuk ka asnjë kontratë, nuk ka asnjë legjitimim për të dhënë mësim, dhe e kanë pranuar në mënyrë të heshtur, zotëria ka bërë provime, ka bërë mësim, edhe këto nuk e kanë zëvendësuar zotrin në kohën e duhur, atëherë këtu zotëria ka një farë të drejtë që të kërkoj pagesën e vet për ai sa ka punuar, pavarësisht e është apo si është rinovuar kontrata. Nëse heshtur praktikisht është pranuar kjo praktik, atëherë ai ka këtu lind legjitimimi i tij. Megjithatë, këto pamje Sara, të cilat unë nuk e di se është konfliktuar zoti Genci, këtu sipas rrëfimit të një mësues që ka hyrë me forcë, po kur në shkollë hyn nga me forcë një punonjës, atëherë mund të hynë edhe persona të tjerë, prindër, njerëz që duam t'i bëjnë keq nxënësve, tani edhe drejtori nuk mund të shfaqsohet në mënyrën që unë fola. Tu sipas rrëfimit të zotit Genci nuk ka qenë drejtori, ka qenë një punonjës i policisë. Po pra, po pse përfshihen punonjësit e policisë? Po përfshihen se... Të lutem Genci, të lutem, po pyes panelin. Duke lidhur pak dokumentacionin me rrëfimin, çfarë në konkluzionin me cilin po dalë është që ka patur një konflikt në shkollë. Është thirrur policia, janë larguar zotrinjt. Në një moment të dytë, në kafene, policia ka ardhur për ta shoqëruar, për ta pyetur në mënyrë formale. Pra, zotria nuk ka bërë kallëzimin në polici, duat kuptoj. Nuk është bërë kallëzim, është thirrur policia në telefon. Është thirrur nga kush pra? Këtë nuk e kam kuptuar. Nga drejtori. Nga drejtori. Ka pasur një konflikt midis drejtorit dhe zotrisë. Dokumente vjen. I kam thënë policisë të smojnë dokument. Të lutem. Ka pasur një konflikt thua ti midis drejtorit edhe duke u bazuar në rrëfimin e zotrisë. Pas ka pasur konflikt midis dy palëve. Kjo nuk ekziston. Kjo nuk është dokument fals sepse ka numër protokolli. Të lutem, zoti Genci, nuk mund të ngrihesh në studio. Kjo nuk ekziston as pa leje. As të rrezisë i vdekur i kemen. Po vetë kam shmëtuar me apa. Se si kam zbojë unë, është jazon. Kamion privat. Aja nuk ekziston e Jemen, në si letë zyrtare. Gjithsesi, Sara, unë nuk e njej. Të lutem, Genci e kishe kohën tënde, respekto dhe kohën e zonjave, se kanë lënë nga puna e tyre private për të ardhur në këtë studio për të mbështetur ty, për të orientuar ty, por edhe shumë Genca të tjerë që po na ndjekin drejt për drejt dhe janë në situatën tënde. Sara, mund ta përmbyllim, të lutem? Patjetër. Kjo është e datës 14 prill 2021. Tu ne nuk bëjmë gjyq që të vish të na thuash a është një shkresë e rregullt apo jo. Atëherë Sara, të lutem. Një gjë të shkurtër. Data e shkresës është 14 shkurt 2021. Zotria pretendon pagesën. 14 I 4-ti. Po, prill. 14 i 4-ti. I 4-ti prill. Zotria pretendon pagesën nga data 3
i 10/2020 deri me datën 17 i fesi 2021. Pra, këto është në momentet e fundit, për muajin e fundit, ku zotëria ka pas punuar gjatë 6 muaj, pa pagesë e pa kontratë. pse ka lejuar shkolla pra një gjë të tillë? Është lajmëruar, pas 6 muajt janë lajmëruar organet kompetente. Pra, masat janë marrë pas 6 muajsh. Si pas ku kanë vepruar institucionet që ndodhen sipër autoritetit të shkollës, siç është drejtori në këtë rast? Drejtori i është ankuar policisë dhe siç thot vetë shkresa. Po drejtori nuk mund t'i ankohet policisë, se ka edhe drejtues sipër drejtorit, të cilët ata kanë emëruar. Zotëria, drejtori në këto momente po thot që ky vazhdon, vjen në mësim, nuk ka kontratë, pse po vjen Po si mund ta lejosh 6 muaj dhe mbas 6 muaj i teket drejtorit edhe merr policin? Tani këtu do verifikohet edhe do sqarohet në gjykata. Ka legjitimitet Ka institucione të tjera të cilat vinë e verifikojnë, e marrin këtë person dhe ti tek roja e shkollës nuk lejon futjen e mësuesit në mësim. Unë kam një përshtypje në gjithë këtë situatë e vis, dhe përshtypja është që zotëria nuk e ka kuptuar pozitën e vetë deri më tani. Prandaj është krijuar gjithë kjo konflikt edhe nuk ja ka spjeguar kush në mënyrë të shkelje. Po patjetër janë bërë shkelje. Ka lejuar drejtorit të bëhen këto shkelje, prandaj dhe ky zotëria është pranuar në mënyrë të heshtur. Nuk e di pozicionin e tij. Ai di shumë mirë. Por bazohet tek shkeljet që ka bërë drejtori i shkollës. Përderisa është pranuar në mënyrë të heshtur të vazhdojë të japi mësime dhe janë marrë masat kaq i vonë, atëherë për atë periudhë që kërkon zotëria ka legjitimitet me kërkuar pagën e vet, pavarësisht kontratës apo jo. Qartë. Megjithatë, je sqaruar shumë qartë për publikun se çfarë ka ndodhur me Gencin, sepse Genci vet i mbytur nga emocionet apo nga diçka tjetër që po kalon. Genci, të lutem, po flas dhe pak respekt. Ose nga situata emocionale që po kalon, nuk ka qenë koherent me atë çfarë tregonte ose pyetjeve që unë mundoja ta kanalizoja. Atëherë, Fabiola, sipas këndvështrimit tënd. Sipas këndvështrimit tim, kemi të bëjmë një barazim ndjenjash, humbje punës, njeriu në personin që kemi këtu e identifikon me humbjen e dinjitetit. Dhe në momentin ku kemi humbjen e dinjitetit, qoftë kjo edhe profesional, kemi të bëjmë me tentativën për ta ngritur apo rënien në depresion. Zotëria në fjalë ka tentuar të ngrejë dinjitetin e tij në formën që ai e ka parë të arsyeshme. Duke mos dashur të rifutem edhe një herë në anën ligjore që avokatja sapo e foli, por dua të prek vetëm një element të vogël të shkollës. Në momentin kur kemi thyrje të disiplinës, të etikës, të kodit të punës, normalisht ne kemi në shkollë një kod disipline, mirë e thash. Dhe ky komision disipline normalisht mbledh komisionerët që janë aty, nxjerrin një vendim, vendimi i jepet drejtorit dhe shkresat që më vonë drejtori mund t'i japi dalin në bazë të kësaj të cilët patjetër bashkangjiten. Të gjitha këto çohen në zëva dhe zëvaja ajo që jep vendimin. Dhe prek pak edhe pjesën tjetër që juve sapo e folët. Pikërisht si ka punuar ky individi 6 muaj pa pagesë. Pa pagesë. Po sepse kam komunikimin e drejtorit pra. Pikërisht. Është komunikimi i drejtorit. Pikërisht. Si mund t'i thuash? Ne kemi praktikante vis, ne kemi. Ai ka ndenjur me zor, po ti pse e lejove të hynte? Se shkolla ka një roje. So po jem se s'ka di po punën e. Dhe ato po thoja, ne kemi praktikantë të cilët duan të bëjnë patjetër stazhin siç e quajmë ne, dhe duhet të marrin një mori letrash në drejtori arsimore për të futur një institucion arsimor. Po mirë, pra, këto drejtoritë arsimore pse nuk kanë funksionuar në rastin e firmosjes kontratës dhe largimit që kanë ndenjur për drejtor që mësues me zor. Unë shpresoj shumë që të reagojnë sot. Se drejtori mund të marri për çështje të tjera, konflikte verbale dhe fizike që ndodhin policinë në telefon, por jo që një person po qëndron me zor tani. Se dhe kjo nuk është fare, është shumë absurde, nuk është fare korrekte. Patjetër, por duhet kemi shumë kujdes edhe në një detaj të vogël që neve kemi parë gjatë gjithë kohës në studio. Kemi një person i cili siç duket është shumë impulsiv në mënyrën e komunikimit dhe të folurës. Dhe nëse kemi këtë lloj impulsiviteti edhe përpara një drejtuesi shkolle dhe përpara një stafi, domosdoshmërisht do të ketë keqkuptime dhe konflikte. Pra, përmbajtja emocionale që shpërthen her pas here duke dëtuar, mbytja në djers e tij, mos përgjigja e pyetjeve tona në mënyrë të drejtë për drejtë, por të asaj çfarë ti intereson. Ai çfarë intereson. Dhe jo çfarë do të thotë. Në momentin kur ne kemi një drejtues dhe kemi një komunikim me një pjesëtar të stafit ton, në çastin kur ulemi, zoti Genci tha një fjalë që parë. I kishte kërkuar drejtori për të folur dhe tha, po, patjetër, çfarë të duash ti, jemi shok. Në shkollë nuk ka shok.
Kjo ka ndodhur në një bisedë jashtë punës. Patjetër. Por kur kemi këtë lloj ndërveprimi në komunikim dhe më pas shikojmë që mund kemi pasur një drejtor që e pas ka konsideruar si shok, atëherë domosdoshmërisht fillojnë ato relatat që nuk arrin dot të ndahen si duhet, profesionalizmi me shoqëri. Dhe në çastin ku ndërthuren, fillon emocioni ndjehet më shumë. Gjuha bëhet më impulsive, toni i zërit mund të jetë më i lartë dhe patjetër kur kemi një mësues, ka një përzgjedhje për etikën profesionale të një mësuesi përpara se të fitojë konkurse në portal, pra kaloi në disa filtra, kaloi në disa filtra. Patjetër, në çastin kur kur është bërë emërimi i zotërisë dhe pas ka kaq shumë probleme, të cilat po i vë drejtori në rend, i ka ditur dhe i ka pranuar se i ka interesuar, apo nuk ka kaluar asnjë filtr dhe më pas kanë dalë në pak këto probleme. Është pyetja që më vjen. Tani, në momentin kur emërohesh, unë jam vetë, unë jam vetë pjesë e sistemet arsimor. Në momentin kur jam emëruar, pas 3 muajve punë, unë kam shkuar përpara shërbimit psikosocial. Dhe jam marrë në pyetje, lidhur me punën, me shëndetin tim mendor. Ndalim pak këtu, Genci, ke shkuar në këtë shërbim psikoemocional? Të lutem, Genci, ke dalë përpara këtij komisioni psikosocial? Dokumentet e përgjigjen. Dokumentin e ke marrë, por nuk je paraqitur. E pra, të lutem, Genci, të lutem. E kuptova. Genci, mua nuk më intereson se si je tani. Të bëra një pyetje të drejtë për drejtë, përpara se të filloje punën si mësues. Ke dalë përballë këtij komisioni dhe ti the, dokumentin e ka marrë, çfarë do të thotë që ti nuk e dalë përpara. Genci, ti nuk e dalë por ke marrë dokumentin. Atëherë, Fabiola, shkolla ka dhe kjo është pa precedent. Shkolla ka shërbim social dhe psikologjik. Dhe normalisht aty është edhe psikologu i shkollës që merret pikërisht me adresimin e dosjeve të mësuesve për vlerësim psikologjik. E kupton, dokumentin e ka marrë dhe nuk pohon të ke dalë përballë këtij komisioni. Jo, e kam marrë edhe jam paraqit në komisionin. Më përmend pak emrat e komisionit, kush ka qenë i pranishëm. Si Jo, më thuaj, jo, siç the emrat e atyre më përpara. Të lutem, jo emrat e tyre personal, por funksionet e tyre. Sa veta kanë qenë në këtë komision? Genci, më duhet të kam besimin. Genci, sa veta kanë qenë në këtë? Genci, sa veta kanë qenë në këtë komision? Unë kam qenë shumë i saktë. Genci, sa veta kanë qenë në këtë komision? Ju lutem, Sara, mos ma bë më të vështirë edhe ti. Genci, sa veta kanë qenë në këtë komision? Pra, të më të hundojtë me që pas ke qenë. Letrat i kam bën tani, që kanë të vështirë. Letrat e di. Edhe ku ka kanë për mua pas. A ke dalë përpara këtij komisioni psikosocial dhe sa veta kanë qenë? Kam pas nevojë me dosje, kam kanë. Është i detyrueshëm për gjithë, jo, a ka pas nevojë apo jo? E kupton pra, Genci, këtu fillon shkelja e parë, jo vetëm e jotja, por edhe e drejtuesve të shkollës, të lutem. Atëherë, Fabiola, tani a është faji jot, apo është faji dhe atyre që kanë bërë si puna jote këtë, hajde ta diskutojmë. Të lutem, Genci, mund të respektojmë zonjën? Se kanë fluturuar minutat. Ma verifikojnë zoja e një. Genci, atëherë, regjia, ju lutem, ulni pak zërin e Gencit dhe erën e parë që do ndërhysh do nxjerr për jashtë Genci. Atëherë. Duke dashur të përmendem edhe një herë pjesën e komisionit për vlerësimin psikologjik, normalisht i cili është shumë i rëndësishëm, ndonë se ju të gjithë mësuesit e pranojnë dhe ju të gjithë mësuesit e mbështesin, unë personalisht e mbështes si gjë, sepse është shumë e rëndësishme, përpos pjesës shoqërore dhe sociale që ne mund të kemi me drejtuesit dhe me stafin. Në momentin kur ne dalim përpara një komisioni, kemi gjendjen tonë emocionale ku dhe unë si Fabiol që jam edhe fushës patjetër që kisha emocione, sepse do përballem me gjendjen time mendore. A do të jem unë e aftë për të folur, a do të kem unë kodin, etikën, fjalët edhe gjitha me radhë, patjetër. Dhe në këtë moment kur kemi një person i cili i ka kaluar të gjitha hallkat dhe është pjesë e një institucioni arsimor, e ka parë veten dhe e shprehu, unë me fëmijët bëj më të mirën, gjithë ato emocionin e vetë si arsimtar, unë kam një pyetje time, të cilën e ka përmendur shumë herë zotëria që në fillim. Kam 2 diploma, jam shkolluar, etj. Kemi të bëjmë me një arsimtar. Dhe emërimi ka ardhur sipas konkursit në portal. Po. A kemi të bëjmë me një arsimtar të zellshëm për të dhënë informacion për brezat, apo kemi të bëjmë me një person i cili thjesht mëson për veten dhe nuk di se si ta jap? Dhe kjo është pikpyetja që ndoshta edhe drejtuesi ka dashur t'i jap si përgjigje, a do ta kemi pjesëtar të stafit apo jo? Me qartë. Sepse është një fazë prove që domosdoshmërisht ne do duhet të japim profesionalizmin ton, por edhe anën humane. Mbi të gjitha jemi njerëz. Përderisa dokumenti sipas Gencit, sepse ne nuk e dim, por edhe këtu kam pikpyetjet e mia të dala përballë komisionit social psikologjik,
ai duket qartazi që ndoshta Nuk është kryer. Nuk është kryer, atëherë edhe stafi pedagogjik në krye me drejtorin ndoshta s'kanë qenë të aftë për të kuptuar se vërtet mund të kesh fituar një konkurs në portal. Po. Por ai i afti të përballosh proceset mësimore. Dhe këtu, me shumë të drejtë, Genci thotë që edhe këtu nuk është faji im, edhe tek hyrja gjatë procesit mësimor nuk është faji im, pra, shumë faje ja delegon drejtorit të shkollës. Pra, drejtuesi i shkollës edhe ndoshta edhe prorët e tij duhet kishin vepruar më herët derisa të kalonim edhe në një konflikt fizik që të ketë ndërhyrje dhe e forcave policisë. Prandaj, duhet të tregojmë shumë të kujdesshëm dhe jam në fund apelion. Duhet të jap vetëm një mesazh të vogël. Edhe nëse do të kemi përpara një individ i cili është i gatshëm për të dhënë më të mirën e tij si arsimtar, nuk duhet të kalojë pa u trajtuar fillimisht për gjithë emocionet që ke. Pa u çliruar emocionalisht, nuk mundesh dot të jesh sërish pjesë e sistemit arsimor. Dhe zoti Genci thotë që për këtë padrejtësi që mu më është bërë, atëherë prandaj ndodhem në të tilla pozita, por që ka shumë dyshime dhe shumë pikpyetje. Sara, diçka të fundit? Faleminderit Fabiol. Një gjë të fundit është që shkolla, unë aty, zotëria ka sjellur gjithë provimet që ka bërë gjatë periudhës ku nuk ka qenë i punësuar. Do ka shkuar me zor, s'ka shkuar me zor, është pranuar si praktik. Le të shihet, le të verifikohet tani nga gjykata administrative, dhe të shihet nëse ka legjitimitet për këto 7.5 muaj ku ka punuar pa pagë. Edhe pse jo është lejuar të punoj, kaq shumë, pa patur një kontratë, pa firmosur asnjë gjë. Pra, të gjitha këto s'do janë pranuar në mënyrë të heshtur nga shkolla. Faji është institucional sipas teje apo individual? Nuk janë marrë masat institucionale. Nga ana individuale, zotëria ka menduar se ka legitimitetin absolut për të vepruar dhe për të dhënë mësim. Por ne nuk dimë nëse drejtuesi i shkollës ka lajmëruar drejtorinë asimore apo jo. Ne nuk e dimë nëse zotëria është lajmëruar që nuk ka kontratë, nuk e di nëse zotëria i është thënë, "Okej, prit se do ta sjellim kontratën definitive apo jo." Pra, të gjitha këto mbeten të paqarta dhe në sqarim. Gjithsesi, unë falenderoj të dyjave për prezencën në këtë studio. Genci, ke një apel të fundit drejtuar kujt nga kjo studio? Apel të shumë përqivit, unë kam bërë një tentativë, për një vitë e sot se ky problem ka kaluar serios për milionë. Të lutem, Genci, të pyeta për familjen dhe kishe kohën për familjen tënde të cilën e anashkalove. Genci, jam në fund. Atëre, sipas të dyja zonjave të nderuara, ti duhet mbarosh procesin gjyqësor administrativ, siç tha avokatja, por në kushtet në të cilat ti ndodhesh sot, edhe në këtë studio, emocionalisht nuk mund të përballosh dot një proces mësimor. Unë dua të di, apeli jot i fundit, si Genci Synaj, si ish mësues, çfarë do të thuash? Unë kam të problemi me muzgjio, po një vit e sot se unë kërkoj me çdo kusht për mu i hap çështje penale. Ti e ke për çështjen penale, ne folëm për çështjen administrative. Ose unë nuk du me shkua, unë se kam kohë shkuam për me lënë fitjet i më kujna. Nuk du me shkua një gjo... Po pse të rinë jetim fëmijët e dikujt, për çfarë? Çfarë do të thuash ti me këtë? Unë tash du më mua për situacione, se unë tash jam konflikt me jesë. Je në konflikt me njerëz, pra, nga një mësues që e doje shumë mësimdhënien, që ke punuar dhe pa pagesë, ti tashmë je në një tjetër proces dhe je në konflikt me njerëzit. Janë njësim me mua në konflikt. Okej, unë apelin tënd nuk arrita ta kuptoja siç nuk kuptova as rrëfimin tënd në këtë studio. Gjithsesi, Genci Synaj, unë falenderoj që të kisha në këtë studio. Faleminderit edhe ju miq që na keni ndjekur drejt për së drejti në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Bashkë takohemi në ditët në vijim, deri atëherë miru takofshim.